fakt që mos ju mbes borx personave cilët janë certifikuar dhe janë trajnu. Kuadër shërbimeve që i përmendëm, kemi edhe certifikimin e 16 mjekëve familjar për eho të abdomenit apo ultrasonografi të abdomenit pelvikut dhe gjandrës tiroide, që vlen me falenderu odën e mjekëve që në kam mbështet, Drejtorinë e Shëndetësisë dhe Komunën e Prishtinës normalisht, po edhe institucionin i cilin na ka certifiku, një prej tyre jam edhe unë, dhe prej ditës kur jemi certifiku kemi vazhdu dhe kemi fillu me punën me pacient. Kjo ka ndihmu që këta pacient, prej rreth 3000 pacienta që janë realizu për këtë periudhë kohore, 8% prej tyre janë referu në institucionet tretësore, do me thonë që i bie në më pak se 2800 pacient, më shumë se 2800 pacient janë, nuk kam pas nevojë të referohen në kujdesin tretësor, sepse shumica prej tyre nuk kam pas patologji dhe nuk janë referuar. Në të kundërtën ato do të referoheshin dhe do ta mbingarkonin qendrën klinike universitare, domethënë që kujdesi parësor kujdeset edhe për këtë çështje që të minimizojmë referimet në qendrën klinike universitare, tu e marr parasysh se kryqëzeti edhe sot e kësaj dite është pas spitalin e qytetit, i vetmi ndoshta prej rajoneve ose regioneve që nuk e ka spitalin e qytetit dhe si till na ka mungu dhe vazhdon të na mungoj sepse detyrohemi që të punojmë edhe punë të kujdesit dytësor.